Çfarë do të thënë palloshi i gjatë? Palloshi i gjatë? Po në gjë për herë të parë. Se kupton çfarë do të thënë pallosh? Pallosh, ne se varet nga dialektet. Si, ku ti thon pallosh, ku ti thon këtu? Në dialektin tuaj. Ku ti thoni ju pallosh? O Pallosh i themi një të paditur pallosh, një ofendim është. Pallosh është ofendim ka në jon, nuk e di këtu Tiranë. Si mund të ndihet kryeministri i Shqipërisë që një varësi e tij në përgjigjet që kanë dalë tek Spaku i thot pallosh i gjatë. Ato janë gjëra që i flet populli, po janë gjëra nuk janë gjëra sakta ato. Si janë gjëra sakta? Jo. Pse mendon se nuk janë gjëra sakta? Nuk janë gjëra sakta sepse ai kliç që ishte ai me qenë atje doli diku me qenë me këtu e futën avionin në burg, e lanë 7-8 muaj nuk di se sa ka bërë. Kushtetues e nxorën jashtë, pse nuk e nxjerrin? Ai do të jetë në bashki, është me votat e popullit, e zgjedhur. Se nxjerrin. Po, pse se nxjerr tash atje? A ka mbi kushtetuesin? Mbot jo. Ç'është ja bëjmë tani? Tash ai do të shumë e kanë vonuar shumë atë djalë. E kanë vonuar shumë e shkoi te bashkiat, punoi edhe masaj më dashoi pallosh, më dashoi se hetësia është aty, prokuroria është aty, ligjit janë aty. Më dashoi pallosh, më dashoi çdo gjë që do më thën, ai duhet shkojmë këtu të bashkisë, që drejtoj bashkinë tonë. Sipas jush, ku kam shumë pallosh, në opozitë apo në qeveri? Ne i themi pallosh, ne agona jon, ai që është i pa zhvilluar, ai që prish, ai që shkatron pallosh. Kurse ai që ndërton, ne nuk i them pallosh, i them ndërtues. Pse Belinda Balluku ka thënë palloshet të gjatë? Ai ka bërë gjitho Gardaçela, gjitho ndërtime. Jo, çdo projekt që është bën nuk e ka bën Belinda Balluku. Tash punim me Ramën. Jo me emër se flas, nuk i ka bën. Ato i kanë bën inxhinierë. Ato inxhinierë që i kanë bën do të japin llogari, jo Belinda. Se ato ka projekt, ka gjëra që do janë shatuar, mos ai Shkambi ka kategori 7, 8, 9, 10, edhe masana ajo është nën tokë, nuk është. Ku di ato atje? Ato do të marrin përgjegjësi inxhinierët, jo Belinda. Se Belinda është një drejtues kaq. Për ne janë inxhinierët, janë kryeinxhinierët, janë projektuesi që kanë bërë atë hartë. Ata kanë bërë projekt. Po do marrin përgjegjësi, jo Belinda. Po Vakida jo ka bërë punë të veta, po unë nuk më sa. Firmën finale kush e hedh që nëse një projekt do masi të bën projektet. Masi të bën ato gjëra, pastaj është në zbatim edhe shkon ministri. Në fund. Ministri shkruan në fund që me asë të inxhinierëve që kanë dalë inxhinierët, edhe del projekti sakt. Por jo se s'di se nën toka ka shumë papritura. Mund të bësh një punim, jo nuk i të hap një galeri ose të hap një rrugë me buldozer. Po që do të thotë që nëse toka ka shumë të papritura. Patica jo ato e din inxhinier gjeolog. Unë jam topograf. Por ato janë gjëra të sakta. Ja të pyesim një profesori. Çfarë do të thënë palloshi i gjatë? Marrëki. Po mbaroj. Çfarë do të thënë palloshi i gjatë? Çfarë di ato? Çka ke punë tjetër, çka ke. Në përgjigjet që kanë dalë tek Spaku në dosje, thuhet që Belinda Balluku i ka thënë Edi Ramës palloshi i gjatë. Po ashtu është. Nuk e ka shohur. Se ka ofenduar. Si mund të duhet kryeministri? Mongit këne. Mongit. Trupi fyll e mendja pyll. Mongit, fyll i gjatë. Si ka mundësi shqiptarët e duan kaq shumë? Shqiptarët? Po. Janë fukara, i mashtra me një gotë birë. Kanë marrë shqiptarët. Ju arriti pensionin? Po, në arriti. Gërën e 10 herë qëmimit, në arriti 2% pensionit. A e kuptove? Jo. Kjo është. Ku kam shumë pallosha, në opozitë apo në qeveri? Shiko, nuk ka mongit, dikrat. Dikrat nuk janë mongit. Nuk janë? Ja, dikrat. I keni loj. Për Belinën fëllë prep. Alo, sa po mori Edi Rama ta? Po shumë mirë, kopë qënash. Ta, qa halli ka e Belinda Balluku ta që më thotë më pallosh, sepse mora nga hiqi, e bëra zëvëndës ministre, zëvëndës kryeministre dhe tani më thotë pallosh. Kush e boni? Zëvëndës kryeministre? Edi Rama. Shumë gabim. Dhe nga ana tjetër ajo thotë pallosh. Ja njefi ato shkollat edhe kulturën, ku e ka mërë shkollën. Aja? E futi pa shkollë. Aja fajtore, e se ka fund punë. Jo Belina. Kuadri duhet zgjedhë
me gjitha dokumentat edhe ta futesh punë. Po këta disja puna, nuk e kanë kulturën në fundit, nuk e kanë uniformën në fundit dhe nuk e kanë drejtën në Çka fundit. ka bërë Belinda Balluku? Çka ka bërë Belinda Balluku që Ka po bërë zjen e dinaj me ta. E din Rama me gjithë ta. Unë ishim i vogël, shushëm me dhi, edhe zjarë, kishte zjarpaj shumë. I vishëm komën edhe e kapshëm për koke janë zërë. Me Belinda Ballukun e ka kap zjarmin për bishti. A e kuptan, a je gazetar. Po e kuptoj. Për bishti ja kanë gjitë edhe ka mesën shpejt edhe ata, një teta. Respekte. Miru pashë. Komunista janë. Jo, s'jam komunist. erë komunista. Komunista unë. Komunistat e ka përmis herë. Po flasim për palloshin e gjatë. Çfarë do të thënë palloshi i gjatë? Po palloshi i gjatë në fjalorin shqip do thot dikush që Se jetuam si pashallar kemi jetuar në komunizëm. Në komunizmin Në shumë mirë kemi qenë. Me gjithmonë tu është mush me kinez dhe komunizmi na kinezi ka ardhur. Sa për tini. nga këta ka të çikë Ja. gjëra në mbrapa. Ja, na kinezi ka ardhur. Ta na sollën komunizmin. Ta prun komunizmin, ja. Shiko si, ja. Po komunista. E qa ka komunizmi? Ka për çikë ndë. Po më mirë komunizmi se sa, më mirë komunizmi se sa Se sa ta kush? sot. Pse më mirë komunizmi? Po në komunizmi jetonim gjithë njësoj, ishte një barazim. Si ka mundësi që Edi Rama e mori zëvendës ministrin ose zëvendës kryeministren Belinda Balluku nga zero? Edi Rama e bëri lule Tiranën, po rri urtash. E bëri. Atë që e bëri. Pse këta po kapen pas Belinda Balluku? Çka ka bërë kjo? Belinda Balluku ka të tjera detyra dhe i përgjigjet gjykatës. Në qoftë se ka bërë, nuk i dim. Sipas disa përgjimeve që kanë dalë tek Spaku, në dosje thuhet që Belinda Balluku i thoshte Edi Ramës palloshi i gjatë. E thoni jo, po e tha jo. Tash ta di dhe unë. Thuhet tek dosje që ka Spak. Ore, tash i dali shumë gjëra. Se Tek dosja thuhet që nëpër midis bisedave që ajo u bënte varësve të saj, thoshte palloshi i gjatë. Si ka mundësi që një zëvendës kryeminist ose një varës se Edi Ramës arrin t'i thotë palloshi i gjatë? Nuk ka mundësi që ti thot ajo palloshi i gjatë kur ajo ha dhe pi me të. Brek e byth i themi neve. A që e shua për jo? A thua se po e fillon po e nxjerr mbrapsh? Po atë avash dalin gjërat e dalin shesh. Ore, po ke bërë do dalin gjërat shesh. Po ke bërë. Në qoftë se ke hëngrë hudhra, do të vijera goja. Prandaj që ajo Kujt po vjen më shumë mira goja, Ramës apo Ballukut? u them Pas se atyre çfarë shifrin në televizor. u them se Ballukut, se ajo i ka marrë ato që tek tuneli Llogoras e me radhë gjitha. Nuk duhet të flas më tepër. Sipas jush, ku ka më shumë pallosh? Në opozit apo në politik, qeveri? Në opozit ka shumë, Gjon. Në opozit do t'i them gjithë. Që të Saliu e tek Flamur Noka e me radhë gjithë pallosha. Pastaj vjen Edi Rama i fundit fare. I ta mbyllim me kaq. Respekte.